tha, ju si doni turistët, e pa vërtet. Ne nuk duam investimet shpopulluese. Ne nuk duam investimet që dëmtojnë natyrën tonë. Ne nuk i duam investimet që ndryshojnë dhe tjetërsojnë kulturën dhe traditat tona. Këto janë vlerat tona dhe këta jemi ne. E dyta, ka ardhur koha që populli shqiptar, ka ardhur koha që rinia shqiptare të ndryshoj një koncept të gabuar, të kalbur. Ne duhet të ndërtojmë shtetin dhe jo pushtetin. E treta dhe e fundit, gjyshrit tanë kanë vujt komunizmin. Më gjoni me vëmendje të kuptojmë njëri tjetrin. Gjyshrit tanë kanë vujt komunizmin. Baballarët tanë kanë luftu komunizmin. Tani është rrota jonë.